Të nderuar përfaqësues të subjekteve politike, të nderuar përfaqësues të mediave, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet të rëndësishëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për tërheqjen e shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Ky aktivitet shënon një moment me rëndësi në rrjedhjen e procesit zgjedhor, andaj procedura e sotme do të zhvillohet në mënyrë të hapur, transparente dhe në përputhje të plot me parimet e barazisë dhe pa anshmërisë ndaj të gjitha subjekteve politike. Të nderuar të pranishëm, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe aktiviteti i sotëm zhvillohet në kuadër të këtyre përgatitjeve. Pas një periudhe të gjatë dhe intensive me procese zgjedhore gjatë vitit të kaluar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbetet e angazhuar që edhe në këto zgjedhje të organizohen në mënyrë profesionale, transparente dhe në përputhje me afatet ligjore. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke punuar në të gjitha aspektet organizative dhe teknike të procesit, me qëllim që qytetarëve të ofrohet një proces i rregullt zgjedhor në ditën e votimit brenda dhe jashtë vendit. Gjatë javëve në vazhdim do të realizohen edhe aktivitete tjera të parapara sipas planifikimeve të KQZ-s, përfshirë përgatitjen e materialeve zgjedhore, fletvotimeve dhe çështje tjera administrative e teknike. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdojë bashkëpunimin me të gjitha institucionet dhe palët e përfshira në proces zgjedhor në mënyrë që secila fazë përgatitjeve të realizohet sipas planifikimeve dhe afateve të përcaktuara. Në fund ju falenderoj për vëmendjen dhe tani mund të vazhdojmë procedurën e tërheqjes së shortit. (126) për Koalicia Vakat. Jedinstwena Goranska Partia.